Profesori nga Amerika Binak Maxharaj thot se asmëria mes lëvizjes vendosje dhe LDK-s është theduar. Përmes një shkrimi në Facebook, Maxharaj tregon si kanë filluar polemikat mes këtyre dy partive, gjërsa shton se Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ka pasur punë më të mençura dhe i ka bërë misën buall. Hasmëria mes LVV-s dhe LDK-s është theduar. Janë vetëm dy fjali me shigjeta helmuese të hedhura mes LVV-s dhe LDK-s. Së fundmi me një rast, kryeministri Albin Kurti e përdori fjalën hajvanat pa specifikuar se ndaj kujt, por kush e ka mizën pas veshit e kupton me njëherë. Dhe ishte pikërisht LDK-ja. Ajo që e kuptoi e para se shigjetat helmuese ishin drejtuar ndaj saj. Pas kësaj shpërthyen polemika të mëdha mes lëvizjes vendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, pa ndonjë arsye të fortë, sepse kjo fjalë nuk është pikë e Albin Kurtit, por është në përdorim që prej shumë shekuj, dekadash e vitesh, në mendësinë dhe gjuhën e popullit. Megjithatë, LDK-ja, duke mos pasur punë më të mençura, e bëri mizën buall, vetëm për t'ikur problemeve të saj të brendshme, që po kërcasin deri në shpërthim, i cili pritet së shpejti. Por le të mos harrojmë se LDK-ja ishte ajo që e kishte ofenduar rënd, madje shumë rënd Albin Kurtin më herët, kur Kujtim Shala me një rast e kishte sharë me nën. Të qifsha nanën e tradhtarit, një deklaratë të cilën Kurti nuk e bëri aq problematike publikisht, ka shkruar Maxharaj. Sipas tij, kjo tregon se sa ka rënë Lidhja Demokratike e Kosovës. Edhe kjo tregon se në çfarë mjerimi intelektual ka rënë LDK-ja. Lexuesi le ta vlerësoj vetë se cila fjalë ose sharje është më e rëndë. Ajo kur Kurti e përdori fjalën hajvan, apo ajo kur LDK-ja e shau me nën e bab Albin Kurtin. Kjo nuk ka nevojë për koment, edhe budallënjt më të mëdhenj mund të bëjnë dallimin, ka përfunduar profesori.